Tani unë duhet të ndalim të flasim pak për dhomën kombëtare të avokatisë që është... Tash një sqarim për opinionin dhe më vjen shumë mirë që ma nxorët këtë. Duhet hequr fjala kombëtare. Kjo ka qenë përpara kur pa u bërë shtet Kosova. Ke shumë drejt procesiari. Dhoma e avokatisë së Shqipërisë me ligjin e ri, ndryshimet që u bën në 17 është dhoma e avokatisë së Shqipërisë. Po ndruani dhe ju ato tuaj. Jo, i kemi ndruar ne. Ju e keni ndruar, po i kemi në vetët foto, mirë, po ka ngel edhe në traditë është dhoma e avokatisë së Shqipërisë. Po pse atëherë me dhomën kombëtare meni dhe Kosovën? Kishim, po avokatët se qartë, se nuk është shtet atëherë. Po. Tani jeni dhoma e avokatisë së Shqipërisë. Siç janë ata dhoma e avokatisë së Kosovës. Tani përpara se të pyes, që është pjesa e fundit e emisionit për çdo çështje. Tani e bër viral ajo visi 2 paketa, tani shpejt. Tani visi kush është? Ju a shpjegoj unë. Visi është shoferi. Visi është djali i shkëlqyer, po shoferi. Të përshëndesim Visi. Se e bër viral dhe ti djali i shkëlqyer dhe unë prandaj thash që e vuj procesin e zotit Tahiri. Zotit Tahiri, sepse është një moment një njerëz që e pagoi shumë shtrenjtë. Babai i vdiq, nëna sëmur, vetë kaloi një sëmundje shumë të rëndë. Zotit Tahiri? Pa. S'do ta them se është. E kaloi? E kaloi me... E kaloi? Pa. Më vjen mirë të shkuara, i shprej ngushëllime njerë për babajnë dhe të shkuara për sëmundje. Po e kaloi sëmundje? Po e kaloi. Mjekët përfundimisht ja dhanë atë, i thanë është në aspektin tjetër, do më thënë jo. Si është pak të një lejë? Dhe bashortja sëmur. Është një aktualisht? Po, bërë një operacion shumë delikat në vertebrë sipër dhe tashi dhe biles tashi që flasim është duke bërë një ndërhyrje tjetër. Në këtë moment? Në këtë moment. Po si është gjendja e saj? Më mirë. Shprehim shkuara. Dhe problemi ishte që po prisnim atje dhe morëm vesh që dolën gazdarë. Po, që u dha vendimi për zotin Tahiri, edhe unë isha ai më mbante mua me gajret. Prandaj. Po unë u mërzita jashtëzakonisht, ai më mbante mua. E më tha dhe një problem që një gjë që se them dot, sepse ka të bëjë një marrëdhënie. Jo sekret, po është një gjë që edhe më thotë mu, jam pa cigare, se pi shumë cigare. I thash unë, po e them Visit që pa i këti se do të qonin, pa i të t'i sjellë shpejt dhe shpejt, se po e mbani, dhe i them ati të tokës së shoqërimit, një burë shumë i mirë, i Sofi, edhe Ceni që janë ata gjithë. Ju lutem, i thash, mbani qik, mos niset, s'kish nevojë të thënë se ata kishin respekt jashtëzakonshëm për zotin Tahiri, se atë që ka bërë një revolucion në policinë shqiptare. Është e vërtetë dhe shumë gjëra që janë akoma sot kanë mbetur nga ajo. Edhe i them, sa ti them shoferit të sjell 2 paketa pak në shpejt, se ato domethënë imagjinon atë situatë sa pin cigare duan gjithë. Edhe dalën aty u turën gjithë gazetarët, thash 1 minutë, ju thash. Viso çon 2 paketa. Nuk e di që ishte live? Jo. Nuk e di që ishte live, se ishte live. Ku kisha mendje unë, kishim që nga mëngjesi. 2 paketa tani. Deri në 9:30. Se nuk e transmetoj se kemi drejt. Ço 2 tash, domethënë për tash shpejt, ço 2 paketa. Pastaj thash dhe një shprehje tjetër që se ka kapur. Çfarë thot? Tha, aty ishte shpreha tjetër që disa e kapën dhe vërtet doli fjala ime. Ishte që thash gjithë politikanët thash që do jenë në nëhetim, ose që do vijen në nëhetim, të vishen trash. Se ishte shkurt 4 shkurti. I vitit 2000 para 18? 2018? Jo. 2019. 19? Pa. Do më dhënë e ke thënë 6 vjetë para, të doli fjalla. 4 shkurti. Po ajo Visi, do më dhënë, janë disa rrjetet sociale, janë disa rrjetet sociale, disa faqe, me ironi që është shumë interesante, që sa i që arrestohet një politikan, dhjerin maksat gjinë atje Visi 2 paketa. Kjo është e gjitha. Po. Tani për dhomën kombëtare të avokatisë. Dhoma kombëtare të avokatisë. Dhomën e avokatisë të Shqipërisë. Po, dhoma e avokatisë të Shqipërisë, dashi do them një lajm. Po. Dhe them për herë të parë këtu. Para 15 ditëve Këshilli i Europës ka miratuar konventën për mbrojtjen e profesionit të avokatit. Që do të thotë? Që do të thotë që parë në analizë të gjithë dhomave të avokatisë në vendet e Bashkimit Evropian, jo vetëm në vend, po dhe më gjërë, sepse Këshilli i Europës ka edhe vende antare që janë antare të Bashkimit Evropian. Të Bashkimit Evropian, është Rusia është? Po, Rusia, gjitha ato. Dhe duke
patur parasysh që në gjithë këto vendet ish socialiste, ish komuniste, të vendet e lindjes, përfshi dhe Shqipërinë, që nuk kanë respektim të pozicionit të avokatit, dhe që kanë konstatuar shkelje të papara në proces dhe mos përfilljen e gjithë pretendimeve të avokatit. Dhoma avokatis në 24 maj të 2008-ës, se e mbaj mend shumë mirë, sepse se lidhët me një ngjarje fatkeqe për dritan në Hoxhën, se atë natë pati aksidenti. Që ndodhi aksidenti, 24 maj ka qenë? 24 maj e 2008-ës kam qenë në Budapest, në mbledhjen e organizatës më të madhe që ka Bashkimi Evropian, që është CCBE, është shoqata e dhomave të avokatit CCB në anglisht, që do të thotë shoqata e dhomave të avokatis të vendeve të Bashkimit Evropian ku ne u pranuam. Pa qenë Shqipëria, dhe ajo shoqat, ajo organizim na ka mbrojtur neve në të gjitha sumet që na ka bërë ekzekutivi, për tatimet, për kasat fiskale, për gjitha. Dhe aty jepet 2 herë në vit, që janë seansat plenare, por edhe në mënyrë permanente të jepen, raportojnë të gjitha shkeljet që bëhet. Jo shkelje konkrete, po thot për shembull, në sistemin penal në Shqipëri, avokati ka ngre këto pretendime dhe nuk merren konsiderat. Edhe pse po e them edhe një herë, që është një çmenduri e radhës. Gjykata e Strasburgut, vendimet e saj dhe konventat që jep vendimet në zbatim të konventave, të cilat në radhën e zbatimit të hierarkisë të ligjit janë të dytat mas kushtetutës, nuk respektohen nga gjykatat shqiptare. Po çfarë bëm reformën drejtësinë përse? Po pikërisht pra, që do të thotë, edhe të vim të Erion Velia, në kuadrin e vendimeve të gjykatës së Strasburgut, në ato udhëzime dhe direktiva që ka dhënë ato vendime që janë praktik për të detyrueshme për zbatim nga të gjithë sistemi jonë, deri në gjykatën kushtetuese, duhet të dalin në gjykatën e lartë. Ka burg, duhet të zëvendësohet më. Pra, në këtë kuadër, atëherë duke mbledhur gjithë këtë problematik, Këshilli i Evropës bëri konvent. Dhe konventa do ta miratoj, ta ratifikoj Parlamenti shqiptar, se tash është mbyllur. Dhe ajo do ketë shumë ndryshime procedurale. Për shembull, që një kërkesë që bën avokati të zbatuar në ligj, absolutisht gjykata është e detyruar ta zbatojë. Dhe merr autoritet dhe sigurim mbrojtja dhe i thotë dhe klientit, i thotë, dhe s'kam nevojë të merret me prokurorin dhe me gjyqtarin, dhe i thotë klientit, kjo çështje bëhet sepse është kjo shkelje. Kupton? Ja dhe fatura e pagesës që do paguash, brenda faturës është të vëshëja atjera, dhe më jep vetëm një adresë emaili, një telefon, unë do të njoftoj për rezultatin që është i sigurt. Ose thotë që në fillim, shikon, nuk bëhet kjo punë. Dhe mos harxho as kohën, as lek. Po jo se avokati kryeshtar, ai para kundërshtar do paguaj, le të paguajnë, ç'keti. Është e sigurt që kjo vendim do jepet. Pra ky është disiplinimi, dhe autoriteti që merr mbrojtja. Dhe kjo është detyrë e dhomës avokatisë, ne tash po përkthejmë atë, po përkthejmë në mënyrë profesionale, sepse përkthimin normalisht e bën Ministria e Drejtësisë, sepse ai pasaj raportohet, çohet në parlament që ratifikohet, ai është krijuesi i përmbajtjes eksakt që do zbatohet. Ne do ta bëjmë të ditur në të gjithë dhomat lokale dhe pastaj. Po zotja Xhia, perceptimi është që avokati dhe prokurori duhet të jenë të barabartë përballë. Absolute. A është sot? Jo. Nuk është. Jo, absolute. Ç'kemi arritur pas sene? Këtë po luftojmë. Çfarë folëm deri tash? Për këtë folëm deri tash. Biles ka dhe një gjë tjetër që mbrojtja e zotit Velia e ngriti dhe përgjigjja e gjykatës ishte për dëshiruar. Tha, sepse me udhëzimet dhe me standardet është që i pandeuri nuk do të rinë në kafas. Do të vi këtu. Ruaj godinën, do të është këtu me mua. Nuk do të rinë në kafas. Nuk do të rinë në kafas. E ke standard të detyrueshëm. Dhe gjyqtari, në kushtet e sinqeriteti, tha, s'kemi standard. S'kemi kushte e infrastrukturë. Sepse kërkon sistemin mbrojtje, sistemin këto gjë. Kuptoj. Atje mbajnë vetëm të rrezikshëm ata që janë
agresive, kështu. Zoti Axhia, si po funksionon dhoma avokatisë? Si po ecën, sepse ju her pas here keni trajtuar çështje nga më të ndryshme. Po më detyron që ju të flas për veten, se kështu i thon. Po jo, po të bëjmë pyetje më konkrete. Sa avokat ka me licencë aktive? Ja, ta them unë. Vetëm po ju them vetëm kaq që ne kemi filluar avokatinë së bashku me kolegët e mi nga hiçi. E di çdo më thon hiçi apo? Di. 0. Fare. Na ndihmoi zoti imami me 2 ambiente që na dhanë ministri, bëm regjistrat. Bëm provimin e avokatisë që shkollë. Prit, bëm provimin, bëm togën, veshje. Togën se si. Bëm certifikatën, bëm kartën vjetore, bëm revistën avokatia, bëm ligjin me standarde, u pranuam në CCBI. Bëm shkollën e avokatisë që nga 2013 që do kalojnë të gjithë në shkollën e avokatisë. Bëm me mbledhjen e financave, që ishte pa parë, bëm një godinë madhështore që është unikale në Shqipëri që na e mori shteti sepse ishte dhe pronari i tokës, por bëm një deal, një të kënaqim që mos dëmtoheshim, i tham do zgjedhim një copë tokë dhe këtu marrë dhe shkas të falenderoj edhe zotin Berisha që ndonjë që më njeft që me atë që ka ndodhur, po këtë që shky që kaq. E falenderoj zotin Berisha. Po për një aspekt. Me një fjalë goje ka vënë me vendim qeveria në dispozicion të avokatisë 23.000 metra katror në fushën e aviacionit. Atje kundërtuam. Atje kundërtuat. Ku jeni? Të së vërtetës. Se unë kam 2 gjëra kam të shenjta, koreksin edhe mirënjohjen. Mirënjohjen e kam. Nuk toleroj fare të mirënjohje. Kështu që dhe tani avokatia është në kushte do jem shumë i ndjer keq nëse nuk i them një njeriu atë që meriton. E kuptoj. Po aq, them atë që s'meriton, dhe defekt. Këtë e ke treguar më shumë. Kështu që ram dakord me shtetin, na dha tek një territor tjetër, po më në qendër, kuptohet, te qyteti studentit. A pse po bëhet tjetër tani? Po, kemi bërë gati dhe besoj në Nëndor, tetor Nëndor fillon shkolla në ato ambiente se HPR po e bëjmë tek UET-ja, sepse e bëjmë bazite shkollë. Tani do ta ndryshojmë. Kemi ambientet me zyrat, me gjithë. Edhe zyrat dhe shkollën. Të gjitha godinë të shkolla. Sa zgjat shkolla? 9 muaj. 9 muaj, do të thonë si çka që. Por është një shkollë kualitative, sepse nuk përsëriten dijet e marra në universitet. Edhe pse studentët vinë me shumë defekte, sepse vinë nga arsimi privat edhe publik, që ne jemi detyruar të rikuperojmë, të sillim në një stad gjithë, dhe atje bëjmë vetëm nivelin e lartë të njohurive profesionale. Tani, thjesht për kështu, si nuk është bërë ai konvertimi atyre që diplomojnë jashtë për juristë dhe nuk janë pjesë e sistemit drejtësisë? Këtë se kam kuptuar asnjë. Jo të avokatisë, po. Jo, i bëjmë neve. I bëm Ministria e Arsimit, do sjellësh dokumentat, bëj konvertimin, po, për drejtësi. Për drejtësi. A ka të drejtë një që është diplomuar jashtë të jetë pjesë e SPAK-ut për shembull? E institucionet të drejtësisë. Si të jetë pjesë? Do t'i kualifikohet, do t'i ekuivalentohet diploma nga Ministria dhe pastaj ai. Kjo është bërë. Po, ai do të rri 3 vjet në një punë. Mirë, pastaj profesion që të futet në shkollën e magjistraturës. Pastaj duhet bëjmë magjistraturën këtu patjetër. Patjetër që të vesh prokuror dhe gjyqtar. Këtu. Po. Mund të kesh baruar edhe në Harvard dhe pa bërë magjistraturën. Jo, sfutesh. Jo, është absolutisht çuditshme kjo. Reforma këtë solli të re. Me një defekt të vogël, që unë kam qenë që të mos kemi Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë i Gjyqësorit, përderisa këta janë prurje nga shkolla e magjistraturës, janë gjithë magjistrat, kishim Këshilli i Lartë i Magjistraturës. Me të ndryshoj emrin? Jo, të ishte një e unifikuar. Bashk. Ishim bashk. Dhe prokurori mund ta çojë gjyqtar, gjyqtari mund ta çojë prokuror, të bëjë lëvizje të tilla. Po jo, megjithëse mua s'më dilte kjo që mbaron Harvard dhe do të bësh shkollë në Shqipëri. Patjetër, në mënyrë absolute po. Tani, sa licenca keni aktive? Okej. Atëre, numri i licencave që kemi të dhëna janë rreth 14.000. 14.000. Në total? Total, po që do të thotë, me gjithë ata që kanë ndruar jetë. Me gjithë ata që kanë ndruar jetë? Po, patjetër, sepse e merr atë numër dhe është numri jot i përjetshëm. Ai nuk trashëgohet atje? Jo. Shumë nëse kam numrin 7, po ja fuskotun, atë numër se zë dot njeri. Mbetet në regjistër, në database. Edhe të jesh aktiv edhe jo aktiv, nuk. Kemi avokatët aktiv dhe jo aktiv. Sa aktiv keni? Aktiv ne kemi 2200. Numri madh apo numri vogël? Në raport me popullsinë ka një tejkalim. Po kjo tregon që ka punë.
Po në vitet 20 kam thënë njërë, në renditëshim nga vendet e para në Evropë. Po, dua të them dhe një gjë që në raportin e këtyre statistikave, të cilat ne kemi shumë të detajuara, natyrisht s'ka nevojë të hyj hakera se i kemi publike. I kemi faqen tonë të dhomës. Trajnimet janë të detyrueshme. Përveç se bën shkollën, pastaj kur del në profesion, do bësh trajnime të detyrueshme që janë me sistem kredish. Që po s'mor ato s'ta jap kartën vjetore. Që vjen. Tani, sa licenca keni hequr? Se kjo është pyetja më e rëndësishme. E reja që solli ligji i ri avokatisë, ndryshimet që bëm, ishte edhe krijimi i komitetit disiplinor. Po që zoti doja. Po, sot, aktualisht. Dhe komiteti disiplinor ka një kuadër ligjor se si vepron, për procedurat. Ka një komisioner që merr kërkesat ankimore, i seleksionon, se mund të ankosh ti për avokatin që ke komshit ka bërë, s'është objekti i kësaj. I seleksionon ato që kanë të bëjnë me veprimtarinë e avokatit, dhe ja çon për shqyrtim komitet disiplinor dhe paralelisht njofton dhe palët dhe avokatin i thot ka kjo kërkesë, hajde shiko materialet ose të nis materialet. Në përbërje të komitetit janë 7 antar nga dhoma e avokatisë të zgjedhur nga Këshilli i Përgjithshëm. Nga 91 veta që janë Këshilli i Përgjithshëm. Çfarë mandati? Sa vjet? 4 vjet. 4 vjet. Pastaj zvendësohen. Po, zvendësohen. Deri në 2 mandate e kanë. 2 mandate, po. Dhe janë një përfaqësues i KLP-s, i Këshillit të Lartë Prokurorisë, një përfaqësues i Këshillit të Lartë Gjyqësor, një përfaqësues i ministrit dhe një nga bota akademike. Në këtë Kjo ka qenë një iniciativë imja për t'i treguar këtyre institucioneve, natyrisht për të mos kenë mazhorancën, sepse është trup e dhomës, për t'u treguar atyre që t'u hapim dritarët, shikoni ç'a ndodh në avokati dhe jeni vetë pjesëmarrës, kështu që mund të reklamoni çfarë do lloj familjariteti në komisione këtë të gjitha. Dhe sa licenca kanë hequr këta? Licenca janë hequr gjithsejt, janë rreth 180 procedime disiplinore që variojnë nga gjobat, nga kthimi shumës që i ka marrë klientit, nga paralajmërimet, deri në 12 licenca të hequra. 12 licenca. Ku ishin këto në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë? Kur them licenca, edhe të pezulluara. Dhe kemi dhe një gjë sipas ligjit, kush avokat dënohet penalisht, atij ndalohet me ligj për 5 vjet të mos ushtrojë profesionin avokat. Tani këtu më ngasmon me ata që u larguan nga vetingu. Po, ata që u larguan gjykatës, ju i keni strehuar? Natyrisht, është një shiko. Do të kuptojmë një gjë. Të drejtat e fituara nuk mund të hiqen, Po ai është larguar për korrupsion. Prit një minutë. Jo, korrupsion nuk është larguar për korrupsion. Se unë korrupsion njoh kur ka i vendim penal. Ata që janë larguar, që pretendon komisioni vetingut, nuk e ka bërë asnjë kallëzim. Aty që ka kallëzuar dhe është dënuar, atë se pranojnë. Atë se pranojnë. Nëse ky i larguar, flasim, se po them dhe një gjë konfidenciale, por që është dhe bukur, që çdo të thotë ti je jurist. Kur pa diskutuar me Këshillin në komisionin e ligjeve, ishin për t'ja heq fare të mos vini dhe këta 15 vjet në trupin e avokatëve, edhe ca ishin tjerë që jo është një profesion i lirë, dhe unë isha me atë që është profesion i lirë për sa kohë e ke fituar këtë titull. Dhe ndërkombëtarët në debat me mua më thanë, jo pa shumë, thashëm po në vendin tuaj si është. Domethënë mos na kërkoni një gjë që në vendin tuaj se keni. Po. Ata bënin taktik tjetër, taktikisht u futën në parlament ka një me amendament në sallë që quhet në seancë. E futën që të mos jenë. Të gjithë ata që largohen nga vetingu të mos jenë avokat. Ç'a ndodh? Dhe një nga ato më thotë mua, avokat, ta hodhëm, kështu i thashun, jo, s'ma keni hedhur mua, e pare punës është sepse ka 2 kategori. E pare punës është ka prokurorë gjyqtar që e kanë licencën. Do të thënë ata që e kishin. Po, që e kishin marrë për një arsye të ndryshme, dhe ju nuk thatë në ligj atje që të gjithë ata që e kanë licencën dhe ata që janë në proces nuk ashtu. Kështu që e kanë një të drejtë. Do të juridikisht e ka hedhur ty atyre. Po. E para, e dyta i thash, ju thoni me vendim të
me vendim të KPA-s, Komisioni i Apelimit. Dhe them, po mirë, hiqet ai nga shkalla e parë. I vettingu dhe pritet që të shkojnë në KPA. Vjen në provim, se ndaloj dot. Sot thot, kush je ti? Do hy provim, marr licencë. Ti ke të drejtë vetëm të korrigjosh, më japësh. Okej, këta që kanë pasur, po këta që janë të rinj, që s'kan pasur licencë? Kush ka ikur nga Komisioni i Apelimit që është shkarkuar me të dy komisionet që ka formës prerë, domethënë, dhe se ka marrë gjatë kësaj periudhe nuk merr dot. Nuk vjen në avokati. Jo, s'vjen dot. Po janë shumë pak. Po mos thon zero. Sa? Zero. Këta që s'vin. Po një vetëm duket. Po atëherë sa kanë ardhur atëherë? Të gjithë kanë ardhur, kanë marrë. Të gjithë kanë marrë licencë. Po, sepse jo, një jurist thuaj s'ka pse mos ketë licencë avokat. Profesioni i lirë, më. Po jo, në momentin që diplomohesh, si ai do të drejtë për të hequr profesionin e lirë ai. Profesioni i lirë unë e kam të lidhur me diplomën, vetëm po e kam marrë diplomën me falsifikim, me mashtrim. Kjo është profesioni i lirë. Jo, për më tepër që ti si jurist mund të jesh shumë i hapur, mund të jesh edhe i pa, po licencën ti sa i do të jeri. Shiko. Kemi dhe një problem shumë të madh. Unë kam qenë gjithmonë kundra shkollave private, universitete private. Kam qenë për shkak sepse nuk kontrolloj cilësia e nxjerrjes. Por mos haro, kemi gjithë ato profesione, gjithë ato fakultete drejtësie që prodhojnë çdo vit. Dhe kemi dhe sa universitete përveç shtetorit? Në mos gaboj, jo, janë më shumë, do të jetë një 8. 8? Po, që kanë fakultete. Po, 4 janë vetëm shtetërorët. Durrësit, Tirana, Shkodra dhe Zotë. Përveç Tiranës janë dhe... Dhe ç'a ndodh? Në provim, futen në shkollë 500-600 çdo vit. Se vetëm Universiteti Shtetëror prodhon 600 e më tepër në vit. Gjë që tash ndryshimi njerëzit shkojnë e marrin ato diploma që kanë treg, një e para, e dyta nuk i duan më për CV. Kupton? Dhe janë fokusuar tek siguria në vazhdimsinë e jetës, si që janë IT-a është për shembull. Dhe ne kemi krijuar shkollën, me shkolla ata vinë në pamja profesionale kualifikohen, dhe jemi, jo se ju japim kot shkollën, por mundohemi të bëjmë politika për t'ju krijuar tyre një mundësi që të futen në treg, të ushqejnë, pastaj se sa reziston, se mund të nuk i reziston do treg. Tu merr kuptim fjala profesioni i lirë. Po. Dhe këtu do ta them edhe për gjyqtarët edhe për prokurorët. Ta ngrenë çik nivelin e humanizmit, se kanë zero. Po ç'keni bërë ju atje në shkollë pastaj? Pse si keni mësuar? Jo, gjatë zbatimit kur po jo, po duhet të kishte mësuar në shkollë këtë. Ajo mësohet që në familje. Se sa zëmërmirje, se sa logjikon dhe aq më tepër kur bësh prind pasaj, mendon ndrysh. Edhe një gjë që s'është për ta thënë, po juve ju a them se të kam ikë të vjetër. Do ishte mirë që gjyqtarët dhe prokurorët që diplomohen si magjistrat në shkollën mesator të bënin ndonjë dita, 2 dita, një javë burg. Dhe do ishte mirë në bis që kur japin ato vendimet me burg, ta dinë që janë vite burgur, nuk janë vite, sepse një të shturë i të djelë që bie shiri në shtëpi çmendesh, jo të vesh dhe në burg. Prandaj do t'i jesh shumë i ftohtë. Kur analizon rrethanat rënduese dhe rrethanat lehtësuese. Një e para, e dyta do të jesh human.